shikues të Një Dieta, sonte emisionin do t'ja kushtojmë përsëri qytetit të Fierit, me një pjesë të cilave ju jeni njohur gjatë kësaj kohe, mbasi qyteti ynë kaq i ri dhe i bukur, dikur nuk ka qenë i tillë. Dhe ne do të përpiqemi me anë të ndonjë fotografie, me anë të ndonjë filmimi, por sidomos nga bisedat me dy kolegët e mi, historianin Ilirian Gjika që e kemi këtu pranë, dhe intelektualit të mirënjohur Agron Gjerazi, i cili, përshëndetemi se erdhëm të tre së bashku për të ndërtuar këtë emision, pra secili në mënyrën e vet, Gjika si historian, Agroni si intelektual i mirënjohur në qytetin e Fierit, por po shtoj edhe një njohës i mirëfillt i historikut të qytetit të Fierit, fal edhe studime, edhe kujtesës që ka mjaft të zhdërvjellët dhe të freskët. Atëherë, është e natyrshme, unë po i drejtojmë në radhë të parë historianit, kolegut, Ilirianit, që sot në këtë qendër të madhe urbane, sipas statistikave del që Fieri është qyteti më i fuqishëm në Shqipëri mbas kryeqytetit Tiranës. Do të donim... Nuk e dim, neve kështu na pëlqen të themi, po janë disa qytete për nga popullsia që janë rreth 100.000 banor. Fieri ka rreth 96.000, por një pjesë mendoj se nuk janë të regjistruar dhe është patjetër mbi 1.000 banor, por këtu ka një tendencë në shumë tekste, në tekstet e gjeografisë që zhvillohen, tekstet maket në shkollën e mesme. Në guidën e Shqipërisë, autor të ndryshëm, jo fierak, dhe unë e vërej këtë gjë, jo se e vuaj dhe e kam kompleks, po vërej që ka një tendencë të jashtëzakonshme për ta zvogëluar numrin e popullsisë Fierit dhe për ta zvogëluar rëndësinë e tij. Ndërkohë që në çdo kafene, në çdo tavolinë, në çdo familje, jashtë rrethit Fierit, në Vlorë, në Lushnjë, në Berat, në Durrës, në Tiranë, biles dhe deri në skajt më të largëta, në ekstremet e vendit, në Sarandë, në Korçë, në Shkodër dhe në Tropoj, zhvillohen biseda rreth fierakëve. Një popullsie shumë të re, një popullsie shumë të gjallë, një popullsie shumë aktive, të përfshirë në të gjitha fushat e jetës. Unë ndoshta ju ndërpreva në pyetjen tuaj profesor Maku, por reaksioni ndodhi edhe tek unë dhe ju ndërpreva dhe e denoncova këtë tendencë që tashmë po kthehet në shumë njerëz dëshirojnë ta kthejnë në fakt. Ne më vonë, i nderor Ilir, i rikthehemi kësaj teme, mbasi të flasim për Fierin e vjetër, sepse do të kalojmë, si thuaç, nga vitet 30 të shekullit kaluar, do të kemi në mes një kohë që quhet socializmi, po që neve kemi gjykimet tona për atë periudhë për të parë Fierin e sotëm. Dhe atëherë do të kemi, si thuaç, ngesi, thon fjalës, të merremi me statistikën, me faktet që janë kokëforte dhe do të nxjerrë realisht potencën e qytetit Fierit sot. Zhvillimi i Fierit hap pas hapi. Po, hap pas hapi. Por ne këtu bëjmë një kthes në kohë, ecim përmbrapsht dhe të ndalemi me përfytyrimin që kemi ne të dy në vitet e para të çlirimit. Mbasi ishte pa e Fieri viteve 30. Dhe ne do të shëronim bashkë me historianin Gjika pikërisht të kapnin Fierin e viteve 30. Dhe si e mban mend, ja jemi këtu në sheshin qendror të qytetit sot me emrin Fitoria, çka qenë ky shesh? Po, ne jemi këtu në këtë shesh. Ky shesh, po të kishte gojë, kishte për të folur shumë për aktivitetet politike, aktivitetet historike, aktivitetet kulturore, sportive që janë bërë pas viteve 44 që ka më kujtesën time. Këtu pikërisht në këtë vend ku jemi ne këtu, dikur nga vitet 50 deri nga vitet 60 ka pasur një sallë që ne thoshin salla e konferencave. Këtu bëheshin
mbledhjet që bën autoritetet vendore, por rëndësia e kësaj nuk ka qenë vetëm se ishte sallë konferencash, por këtu bëheshin shumë aktivitete kulturore. Kjo ishte një sallë pe kartoni, e ngritur ndoja 1,5 metër mbi sipërfaqen e tokës, kishte rrethja 200 vende, kishte një sallon para se të futeshin në sallën e shfaqjes. Diku në drejtim të lindjes ishte skena, ku bjepeshin programet artistike, edhe më kujtohet shumë mirë që në këtë skenë trupat amatore, diletante të qytetit Fierit, jepin programe artistike, shfaqje të ndryshme në rast festash të ndryshme. Po ashtu edhe, si që thoshim në atë kohë shtëpia pioneri që sot e themi qendra kulturore fëmijëve, jepim dhe fëmijët shfaqje, por në këtë skenë. Më kujtohet, këtu është shfaqur nga teatri i Shkodrës, shërbëtori dy zotrive nga Molieri. Më kujtohet për herë të parë, në vitet 51, unë kam parë Tinka Kurtin të interpretuar një nga rolet e kësaj drame. Pa luajtur filmin tana? Pa luajtur filmin tana. Filmi tana bëri të njohur. Bëri të njohur. Këtu unë kam parë amatorët Fierak, grupin e valleve që drejtohesh nga Hamza Minarolli, që ishte një grup që konkuronte me ansamblin kombëtar, me ansamblin këngëve të valleve që ishin në Tiranë. Po marrë çmimin e parë në 51. Edhe ishin valltar, në Shqipëri. Ishin valltar me emër si Vllaç Kallamata, si Llaç Bakalli, Stefan Sapiqoti, Nis Lako, ishin vajza të talentuar si Dina Dema, Pipi Çaçi, Pierina Shoshi, Velina Gallani, e plot të tjera që mund t'i kujtojnë do të më falin. Edhe një shenjë emancipimi. Po. Kjo është edhe një shenjë emancipimi, dalja e femrës në publik, me njerë pas lufte, në vitin, bëhet fjalë për vitet 50, dhe përfshirja e saj në lëvizjen kulturore, amatore, dhe ishte kjo lëvizje pastaj që ngriti, që ishte piknisja për të ngritur artin profesionist në Fier. Sepse do të vinte viti 1957 që të krijohej strada profesioniste e Fierit, një nga më të shkëlqyrat në Shqipëri. Kështu që edhe grupi amator i Fierit, unë këtu kam parë në qershor të 56-ës, dramën e vërë nga trupa e Fierit, Familja Peshkatarit, që ishte një dramë e rrallë, e përsa vërë në skenë nga teatri popullor, në të njëjtë kohë u vu në skenë nga grupi diletanti i Fierit, me aktorët ka qenë Omer Agjia, Nestor Pogace, Terezina Gjerazi, Piro Gjerazi, Lonida Prifti, Natali Mihilli, Fuat Boqi, dhe shumë të tjerë që kanë marrë pjesë në interpretimin e kësaj drame. Ishte një dramë e shkëlqyer, një dramë e bukur që la mbresa në qytetarët e Fierit. Po unë do të theksoj se në vitin 56, 57, afërsisht, këtu ka ardhur dhe trupa amatore e Lushjes. Ka kënduar për herë të parë këngëtarja shumë e njohur, e mirënjohur, që ne para sa ditësh i festuam 70 vjetorin, Vaçe Zela. Do të një incident i vogël. Vaçe këndonte në grup. Qytetarët Fierak, spektatorët që ishin aty, kishin dëshirë që Vaçe të ditë të këndonte solo. Vaçe si duket nuk ka qenë në gjendje të mirë atë ditë për të kënduar solo. Edhe insistoi që nuk donte të këndonte. Fierakët u mërzitën kaq shumë. Një figurë qendrore e qytetit Fierit, që ishte mos ja përmend emrin, bëri një letër në emrin tim t'i plotësojmë dëshirën qytetarëve. Vaçja kënguli nuk doli. Ai ishte i madhi i vendit o xhanë. Ishte i madhi i vendit. Vaçja nuk doli me pretendim që nuk jam në formë për të kënduar solo. As shfaqja u prish. Spektatorët dolën të revoltuar. Lushnjarët u larguar në Lushje. Pas 3 ditësh pastaj ai gabim, unë them, ose ai faja gabim i pa dashje, u rregullua dhe Vaçja pati një sukses në qytetin e Fierit. Unë atëherë e njohta Vaçën
si këngëtare që më vonë u bën njohur në shkallë vendi, në Evropë, në ato vende ku vati asambli ynë që vaqja shkëlqen me atë zënin e saj të ëmbël. Atëherë ne këtu me që jemi bashkërisht veti 4 me gjithë operatorin ton Bledi Shara, le t'i bëjmë një homazh përsëri sepse vetëm 3 ditë kanë kaluar kur ne i festuam 70 vjetorin dhe televizioni ynë dha posaçërisht një kronik dhe një dokumentar 10 minutësh kushtuar kësaj këngëtares së madhe, më të madhes të të gjitha kohërave. Këtë përshëndesim edhe qytetarët e Lushnjës që e kanë rritur në gjyrën e tyre dhe e dorëtrokitën me një entuziazëm historik që në moshën 13 vjeçare këtë vajzë të vogël. Dhe që këtu neve si që jemi duke ecur, vazhdojmë lirë në një lloj përfytyrimi të sprapsemi përsëri në kohë, se jemi në vitet 50 shekullit kaluar, edhe të kalojmë përpara për të shkuar tek rrënjët e kësaj qendre dhe të diçka që lidhet këtu pranë me qendrën, që të kemi një përfytyrim sa më të saktë si ishte ky qytet në gjysmën e parë të shekullit të kaluar. Po përpara luftës, sheshi Fitoria, të cilin e kemi quajtur me këtë emër pas vitit 1991, në vitin 1992 u quajt sheshi Fitoria, sepse këtu zhvilluan dhe mitingjet e para me karakter demokratik. Sheshi që ne e njohim gjithë në gjuhën popullore, sheshi i turizmit, sepse identifikohet me hotelin e bukur, hotelin e bukur dhe mbres lënës të turizmit, sot Universiteti Kristal, sepse koha bën të vetën dhe gjërat dhe fenomenet po ndryshojnë jo vetëm me vite, me muaj, por po ndryshojnë edhe me ditë. Fieri lindi si një qytet në qyteti Mirfield, ose u shndrua në qytetin Mirfield në vitet 60, kur nisi industrializimi, zbulimi i vendburimit Marinzës në vitin 1956, shfrytëzimi i tij një vit më vonë, zhvendosja e industrisë së naftës nga Kuçova në Fier, ngritja e kompleksit energjitiko-kimik të Fierit, në lidhja e Fierit me arterien hekurudhore në vitin 1967, bën që në Fier të niste urbanizimi dhe të niste industrializimi dhe urbanizimi. Dhe atëherë qendra e Fierit, qendra e vjetër, nga sheshi qendror i qytetit ke rotondoja, sepse ajo ka qenë qendra e vjetër e Fierit, nisi dhe ajo sot ka mbetur qendra administrative dhe po themi administrative politike, u shndrua qendra u zhvendos drejt sheshit të sot në Fitoria, që është qendra e sotme shoqërore dhe ku ndodhen edhe njësitë kryesore të shërbimeve. Po të bëjmë sot kemi Universitetin Kristal, kemi disa nga bankat që veprojnë në qytet, disa nga bankat kryesore, kemi 3 banka, kemi bankën Krendings, kemi Emporiki, kemi bankën Tirana, kemi njësër baresh, restorantesh ku vlon jeta, kemi njësër hotelesh dhe ku kryqëzohen 4 drejtime të rrugëve. Rruga në Perëndim, që të çon drejt stacionit hekurudhor dhe stacionit të autobusave, rruga veriore që të çon në qendrën tjetër, politikë administrative dhe që aty dalin 2 degëzime kryesore të Fierit, drejt Perëndimit dhe drejt Lindjes. Kemi rrugën që vazhdon të mbaj emrin rruga e Grecallis, që identifikohet rruga Kastriot Muço me emrin zyrtar, por rruga që të çon në drejtim të Veriut, dhe është dhe rruga që të çon tek shkolla e artit, i shkolla pedagogjike, dhe rruga që të çon drejt Tiranës, që sot është pjesë e shëtitores me emrin e të madhit Jakov Xoza. Po ky urbanizim ndodhi në fund viteve 60, fillimi viteve 70. Atëherë le të themi ju e mbani mend shumë mirë se si u ndërtua ish turizmi i vjetër, si u ndërtua Partizani ose Harku që ne e quajmë, si u ndërtua aneksi turizmit sot Hotel Fieri, dhe ishin
përthama e urbanizimit dhe si u krijua ky shesh në formë trekëndshi. Atëre, në pikën e sotme, unë them që bashkarisht do ta ndërpresim vitet e gjysmën e dytë të shekullit kaluar, sepse ne këtu jemi pikërisht në këtë që e the kaq bukur i lirë, se si është përfytyrimi dhe si është realiteti i këtij sheshi me këto rrogut. Megjithatë, unë do të propozoja të dilim në një kënd tjetër për ta parë në një kënd vështrim tjetër qytetin, sheshin, për të vazhduar bisedën mandej. Ili, përfitoj nga rasti të të bëj edhe njëherë pyetjen tashmë të njohur. Nga vjen emri Fier sipas hamendësimit ose argumenteve që ti ke si historian? Deri përpara 10 ditësh ne kishim 2 teza për themelimin e qytetit Fierit, të cilin ne i kemi si historian, si publicist, i kemi botuar prej vitesh në shtyp dhe i kemi prezantuar në median e shkruar dhe elektronike. Ka qenë varianti i parë që vjen nga fjala Fiera Panajir, që mendoj se ishte përpara pushtimit turk, ku venecianët vendin e tregut të Myzeqes e quajtën Panajir, treg, Fiera, por që për mua nuk qëndroni një gjë e tillë, ky hamendësim. Bëhet fjalë për vitet 1700-a, ku bëhet fjalë përpara viteve 1700, bëhet fjalë për vitet fundi viteve 1385, 1417, sepse në mesjetën e vonë, po themi, në mesjetën e vonë, por deri atëre ka kaluar pushtimi turk dhe një emër i tillë nuk mund të ruhej. Teza tjetër pasaj që është teza më e njohur, është teza me origjinë bimore. Meqense kemi sheq i madh, sheq i vogël, pra sheq, meqense kemi shkoz, lagja e sotme një maj, meqense kemi driz pak më tej, meqense kemi kallëm kashisht, Fier Qefqi. Jo, mos ta ngatroj me Fier Qefqin. Sheq Marinas, sheq Ishte, pra kemi Ferras, kemi vende me origjinë bimore që mbizotrojnë në Myzeqen e vogël, dhe emri i Fierit vjen nga Bima. Nga Bima e Fierit që rritej buz Gjanicës dhe rrez Kodrës së Shkozës. Teza e fundit pasaj që është hedhur, hipoteza e fundit është hedhur nga intelektuali Firakos Madashi, i cili në një tekst, në një libër historik dhe etnografik të një autori rumun, Burineanu, të vitit 1905, i cili ka kaluar në Fier, thekson se fjala Fier vjen nga fjala ferra, nga përpunimi i fjalës fereca. Ndoshta nuk është e drejta ime që ta publikoj këtë, dhe njëkohësisht nëpërmjet valve të emisionit ton jap dhe një ngacmim dhe një shtytje miku ton të mirë, inxhinierit elektrik Kozma Dashi, që të jeti pranishëm në një nga emisionet tona ku ta prezantoj këtë tezë ashtu siç e thatë dhe ju në një bisedë që kemi pasur pak ditë më parë. Ka teza, ka hipoteza, ka antiteza, ka dhe sinteza. Ka dhe sinteza. Sinteza kush e di se kur bëhet në vitet që do të vinë. Por neve sot jemi të bindur që origjina e emrit Fier vjen nga bima e Fierit. Ose mund të jetë dhe ajo nën tema që nga ferra, por origjina është vjen nga emri bimës, ka origjinë floreale. Fieri në 1864 u shndërrua në qytet nga familja Vrioni, që ka një kontribut të jashtëzakonshëm, pasi fitoi këtë status nëpërmjet shërbimeve që kishte bërë Stambollit. Dhe qysh nga 1864 Fieri zyrtarisht është bashki, është beledie në turqisht, siç quhej atëherë. Edhe Vrionasit, meqense ishin dhe një pronar të pjesës më të madhe të këtij fshati që u shndërrua në qytet, nisën projektet e para të urbanizimit. Thuhet për inxhinier francez, por ne kemi ndeshur vetëm 2 inxhinier italian në vitet 1880, Tombolini dhe Molinari, të cilët përcaktuan zhvillimin e Fierit si një rajon, si një qytet që do të zgjerohej dhe urbanizohej në fush. Ata vendosën qendrën aty ku është qendra e sotme administrative politike, pra tek Rotondoja, dhe në
maketin e Fierit hoqën në hartë vijat imagjinare që i ndërtuan pastaj në planin urbanistik në letër dhe që i konkretizuan qytet. Fieri do të kishte atë qendrën dhe do të kishte përhapjen e rrezeve. Këtë projekt të tyre e pengonte vetëm lumi i Gjanicës, i cili ishte një domosdoshmëri për qytetin, sepse çdo qytet piknisin e ka tek një ur, tek një lum, në Bregdet, në një kryqëzim rrugësh. Fieri kishte lumin Gjanica, kishte urën e ndërtuar në 1777 nga Ahmet Kurt Pasha i Beratit, po ishte dhe kryqëzim i rrugës Berat-Vlorë, dhe e cila u bë dhe piknisja e themelimit të këtij qyteti ose shndrimit të këtij qyteti nga një fshat i vogël. Unë këtu po ndalem vetëm pak. Shpesh diskutojmë për vendosjen e emrave të rrugëve, të institucioneve, të shkollave, dhe më vjen habi, ndoshta ky është një sugjerim dhe për Këshillin e Bashkisë së qytetit tonë të dashur, që a ka në një rrugë me emrin e këtyre dy arkitektëve që përbëjnë histori për qytetin tonë, sepse e mendoj në një vend të qytetëruar, unë këta nuk i quaj themelus administrativ, por i quaj themelus të hartës, të planmetrisë të këtij qyteti, që madje kam lexuar dikur, mbase nuk jam i saktë, që ka që i quajnë nga të vojtjet e si një Paris të vogël, një Paris në miniatur, nga sheshit për të hapur këto rrugë të mrekullueshme, domethënë që vetëm ndërprerja e lumit aty, sepse ndoshta dikur do të hapet dhe një urë për të çuar dhe një rrezë drejtë në periferinë. Të gjitha rrugët kryqëzohen tek Arku i Triumfit, i ndërtuar nga i madhi Napoleon. Ndoshta dhe ata kishin parasysh një Paris në miniaturë dhe vetë hapjen ose zhvendosjen e Fierit në fush. Kjo është ideja juaj. Po unë si intelektual këtu i këtij qyteti avancoj në mendimin tim, mbas edhe një tip obelisku apo ndoshta edhe bustet. Mendon profesor Agroni, po unë do ta them fjalën time. Edhe juve, si antar i Këshillit Kulturor të Bashkisë, i keni mundësitë që duke prezantuar idenë tuaj në emisionin ton, ta shndërroni në një projekt të nesërm dhe t'ia propozoni Këshillit Bashkiak të qytetit ton, pra parlamentit, mini parlamentit të qytetit ton, që ta shndërrojë që emrat e dy rrugëve t'i vendosi Tombolini dhe Molinari, por unë kam dhe një ide, ose do ta plotsoja idenë tuaj dhe t'i lë edhe hapësirën e nevojshme profesor Agronit, se e shoh që dhe ai po mediton dhe do të thotë diçka, por të vendoset dhe emri i themelusit të këtij qyteti ose busti, ata që ka bërë kryeqyteti, ata që ka bërë Tirana. Ata që ka bërë Tirana, ta bëjmë dhe ne se jemi vonë. Ne nuk jemi qytet pa simbole, kemi trajtuar dhe herë tjetër në të paktën jemi qyteti 13 urave. Jemi qyteti 13 urave, po jemi dhe qytet që kemi simbole, të cilat ne i kemi evidentuar me kamerën tonë dhe i kemi pamjet janë transmetuar dhe qytetarët i kanë parë, por do të ishte më me vend që përveç se emrave të dy rrugëve që është një fakt dhe është një nderim për këto dy figura, por të vendosej dhe emri i themelusit shumë i drejtë ky avancim mendimi edhe i nderuar. Unë e kam shprehur edhe një herë tjetër në një emision të mëparshëm që Bashkia, Këshilli i Kulturës duhet të studiojnë disa emërtime. Unë kam atë nostalgji domethënë që të rikthehemi që këto lagjet edhe këto rrugë të reja të ketë, por të ruhet identiteti i qytetit. Pikërisht për këta arkitekt që unë sot po e dëgjoj, se kam dëgjuar më parë, që pas kanë qenë kaq të vjetër dhe pas kanë bërë një projekt për qytetin e Fierit, kjo është në nderin e Fierit, në nderin e historisë së qytetit Fierit. Domethënë që tregon dhe lashtësinë e vetë të qytetit. Edhe është mirë që zoti Makut tash që është edhe antar i Këshillit të Kulturës, mund ta studiojë me fakte të binin që këto dy rrugët që përshkroi zoti Ilir të marrin emrin e këtyre. Është nder për qytetin tonë. Ne kemi besoj shumë segmente rrugësh që nuk kanë emra.
dhe fare mirë mund të gjendet, ose mund të vidhet dhe një plak për kujtimore, dhe një relief në një nga fasadat e godinave kryesore të qytetit, mund vendoset dhe një relief me emrat e tyre. Ndoshta nuk është e tepër të themi që një historian nga qyteti ynë, dikush që ishtë përkushtuar në rastin konkret ju i nderuar Ilirian, në rastin më të parë mund t'i drejtojnë dhe arkivat italisë, cilin kanë qenë këta dy personalitete. Dy arkitektë që me siguri ka lënë gjurmën e tyre në radhë parë në dheun e tyre në Itali. Patjetër, ata kanë qenë, besoj se kanë qenë të njohur. Megjithatë, unë them se shumë shpejt do të kemi zbulime të reja, ka njerëz që punojnë dhe ka dhe këtu diku në Fier ka dhe shumë të dhëna për vrionasit që flen diku, por që dora e specialistit nuk i ka kapur. Do të vi ora. Së shpejti them se do të konsolidojmë tezën që Fieri ka origjinë bimore, që do ta konsolidojmë duke me mbyllur diskutimin dhe të mos bëhen më gafa siç është vendosur në hallin e teatrit që ky qytet rrjedh nga një panajir që një dorë amatori e ka sugjeruar për të shkruar dhe çdo aktor që vjen në Fier, çdo artdashës, sepse zhvillohet një festival shumë kuptim plot, një festival i përmasave gjithkombëtare, që vitin e shkuar ishte ushtruar në një festival ndërkombëtar. Dhe çdo njeri i artit dhe kulturës ose përfaqësues i artit dramatik që është dhe ambasador i kulturës, shikon dhe citon dhe prezanton dhe publikon andej po them e publikon në gjithë Shqipërinë dhe hapësirën shqiptare që ky qytet ka origjinë tregtare, kur një gjë të tillë s'është e vërtetë. Ne kemi thënë, një tezë të tillë e hodhi Jakob Xoxa, ai për të përkëdhelur sedën e tij si fierak dhe të qytetit të ri që po lindte, që kishte nevojë për një origjinë, për të mos marrë një emër të një almise floreale ose bujqësore dhe e shndërroi në mit. Kjo pastaj pati derivatet e veta, siç ka rrjedhur dhe tashti si një nga nën variantet e emrit Fierit. Gjithsesi kjo është e hapur dhe do të vijë dita që përsëri ne do ta diskutojmë, ndoshta do të bëjmë edhe një bisedë apo debat në studio. Unë do doja, unë duke ecur në vijim, unë do doja të shkonim pak këtu, do doja të shkoja pak këtu për të rikthyer përsëri përfiturimeve të Agronit. Për shembull, ne duke u ndodhur përballë ish turizmit sot Universiteti Kristal. Le të sillim përfiturim, çfarë ka patur këtu? Cilat kanë qenë mjediset në këtë gjithë të sipërfaqe të madhe? Në këtë mjedis ku sot ndodhet Universiteti Kristal, deri nga vitet 56, 57, 58, s'më kujtohet varësisht, këtu kanë qenë ambientet shtëpitë e ndërtuara nga vrionasit. Por siç dihet, Saraje, s'mund t'i themi Saraje, po shtëpitë bëra nga anë e tyre, tash ishi Saraje, si ishi Saraje, ka një kuptim tjetër, nuk e di si më. Jo, Saraje s'ka në gjithë keqe. Bleku dhe Hare Bleku, banesat. Mirë, po në vitet e çlimit 44 ato u shpronsuan, edhe këtu ishte një mur i madh rrethues, gati 2 metra i lartë, kishte një lartësi. Brenda murit ishin shtëpitë e këtyre, që u kthyen në ato shtëpi u kthyen në shtëpinë e kulturës. Fillimisht. Ishte një sallon i madh para se të hyje në ambientet e brendshme. Brenda ishte një korridor shumë i bukur, me pllaka shumë të mira, me dyer kristali. Kishin, sa futeshe në krahun e djathtë ishte një sallon i madh, me një pasqyrë prej kristali, aty me ca koltuqe që ishin sekuestruara nga familje vrionasit. Ballë për ballë ishte një dhomë e vogël që ishte shkruar drejtoria, edhe drejtori i parë, sa mbaj mend unë, ka qenë Didin Drizdari. Masandaj vinin 3 ambientet të tjera, ishte në krahun e majt, ishte një paradhom, si formë salloni dhe ai, ishte edhe një dhomë tjetër, sallon më i madh. Aty organizoheshin mbrëmje godë. Por duhet të them që kjo shtëpi kulturës ishte në krahun e djathtë, sa futeshe brenda. Në krahun e majt ishin ndërtesa të tjera. U bë dhe kopshti i shkollave, Jo, mos u ngatro me kopshin. Ajo njëra u bë
dega e misisë Shqipëri Bashkimi Sovjetik, që mbaj mend kryetar ka qenë Thomajano, më vonë ishte, jo, më fal, kryetari në fillim ka qenë Miti Sota. Erdhi Thomajano, më pastaj ishte Teli Nase. Një pjesë aty ishte garderobi, ishte pjesë kulturës, pjesa tjetër ishte një sallon i madh. Prapa shtëpisë kulturës ka qenë një ambient shumë i madh, një fushë e madhe, që ishte ndërtuar një skenë verore, ka qenë në kufi me murin ndarës kur sot është pjaca, për që në atë kohë në 46-47 u bë spitali i qytetit Fierit, aty u ndërtuar një skenë verore, edhe aty mbaj mend unë për herë parë kam parë dramën Alili dhe Airia. Nga amator. Jo, nga teatri popullor. Rolin e Airijës e luante, më kujto zoti Maku në të jo, nuk ishte drita, ishte... Brezi, Violeta Manushi... Si ishte Violeta Manushi, ka që Lubonj, ajo... Behije Lubonj. Si ka jo... Behije Qela. Behije Qela, bravo Ilir, ka qenë Behije, ajo e luante rolin e Airijës, një dramë e bushme, që na përqeu të gjithë, u duar tërkit. Që mbetet përsëri me vlera. Në fondin e artë, dramaturgjison. Urbanizimi, ajo që quhet ekologji urbane, ndikimi njeriu dhe mjedisit në ambientin urban. Dikur këtu ishte një sallë ku vieshin shfaqje, më vonë këtu u ndërtua hotel. Më vonë ndërtua hotel turizmi. Hotel turizmi që quhet emri Apollonia dhe që abuzua shumë emri Apollonia. Në këtë skenë të vogël që thashë që përshkrua pak më para, jo vetëm që shluajtur Alili dhe Airia, po këtu ka ardhur Asambli Berioska. Në 58-ën Asambli vine nga Amerika, kishte qenë në Amerikë, kishte dhënë shfaqje në Tiranë, në Vlorë dhe u kthye në Fier. Fatkeqësisht unë nuk e pash, se e pritëm deri në orën 12 ata që ishim me buqeta me lule. Ai u vonua, na shpërndan, na thanë do vini në orën 2, unë vata në shtëpi, u sëmura, edhe nuk e që kisha dëshirë të shikoja atë shfaqje kur ma treguan, unë lash mende kokës. Në këtë kam parë dramën Toka Jon, me Loro Kovacin, një dramë me sukses, por kanë ardhur dhe artistat lirik. Unë mbaj mend, kam vënë afishimet, kam qenë me Nislakon, djeri Nislakon, me vllain tim Vasillaçin, kemi vënë afishimet që këndonin artistat lirik, si Zini Berati, Kristaq Antoniu, Zini Berati, Hysén Pelingu, Maria Kraja, domethënë që ishte neve veshi qytetarëve tanë nuk ishte mësuar me atë lloj muzike, po megjithatë ata dhanë një shfaqje shumë të suksesshme dhe u pëlqye nga qytetarët e Fierit. Atëherë më lejoni që të them dhe unë 2 mbresa, se kemi pika të tjera. Këtu pikërisht te kjo sallë ka ardhur një opereta Agimi e Kristokonos, e cila është shpritur me një ngazëllim nga telespektatorët, mbasi nuk ishin parë akoma në skenë gjinit kaq të dashur si opera dhe opereta. Sa vlerësoi arti skenik i disa zhanreve në vitet 50 në Fier, dhe një indiferentizëm i jashtëzakonshëm i qytetarit fierak ndaj shfaqjeve të sotme të teatrore. Në ato vite kishte një dashuri të madhe për artin. Edhe qytetarët e Fierit ishin shumë entuziast kur shfaqesh vinte një trup e huaj ose trupat tona diletante që jepnin ndonjë program artistik, nuk gjenje bileta i lirë, nuk gjenje mako bileta. Biles më thash, biletaria këtu ka qenë bileta, po unë thash që ka qenë një mur 2 metra i lartë. Do të thënë, fillimisht këtu shtyheshin për bileta. Këtu shtyheshin për bileta, çunat e rinë si mosha ime, që s'gjenin dot bileta. Jo sot. Jo sot, në atë moshë, po flasim në atë moshë. Neve ngjiteshim lart në mure. Biles këtu ku është fotostudio Rustemi, aty ka qenë një gropore që u bë kinema verore. Pasa përpara atyre ka qenë disa dyqane një cikliste, aty ka qenë dhe Radio Fieri. Aty ishte një shteg. Radio Fieri? Radio Fieri. Radio lokale. Cila u mbyll më vonë. Po mbyllë ishte në drejtim ishte Fuat Boçi që drejton. Edhe rilindi me radion Fieri, Radio Fieri të sotme. Ne futeshim në shteg ande edhe për të pasur ose aty prapa kanë qenë furrat e Bukës. Aty ishte gardi, ishte çik më i ul.
me qenë se kishe shumë përforcime policësh, po me gjithë në si fëmijë gjenim shtegje dhe futeshin brenda, nga ajo që nuk realizojmë ndonjë. Biles këtu, aty më vonë, ka ardhur, Maku e kujtohet mirë, ka ardhur Pilivania Ligjigja, ishte një ngjarje jashtëzakonshme. Atë do thosja. Ekuilibristi i madh, emrin të cilit sot mban cirku i Tiranës, Ligjigja. Po historia ndonjëherë dhe përsëritet, profesor Agroni. Përsëritet në formë ciklike, siç e dim, spirali, po gjithmonë në një shkallë më të lartë. Atëherë me që jemi këtu fare shkurt Agron, të kemi një përfiturim për këtë pjesë të sheshit të qytetit. Bledi. Partizani është quajtur në vitet gjatë. Ne ndodhemi përballë këtij pallati këtu. Ky pallat e ka marrë emrin Pallati Partizani për efekt se këtu ka qenë një klub që e mori emrin Partizani. Po para se të ndërtohesh ky pallat në vitet 57-58, këtu ka qenë biblioteka e qytetit. Kjo bibliotek ka patur një pronar. Dhe pronari e saj biblioteke ka qenë pronari i ndërtesës, ka qenë Jani Bulo. Fotografinë e së cilës e kësaj biblioteke ne e kemi, që po duhesh e kemi të shkruar. Më vonë, tu në krahun e majt të shtëpive të Jani Bulos, tu ka qenë shtëpitë e mitrushve, ose kasapit si i thoshim neve. Kur të gjithë në Fier njiheshin me emra. Po me emra, kasapi ose mitrushit. Te e kemi dhe fotografi, në momentin kur e shprishi kjo shtëpi. E kemi dhe fotografi, edhe gjithë kjo hapësirë tash është bërë kjo ndërtesë e re. Prapa kësaj ndërtese, në vitet 46-47 ka qenë një oficinë e vogël, ku punonte Andon Paloka, Vangel Gjerazi, Nani Furgjiu, që u bë baza e ngritjes së SMT-s së qytetit më vonë, më thonë. Si SMT më e madhe në Shqipëri. Si SMT, një nga SMT-t më të mëdha në Shqipëri. Ka qenë midis shtëpive të Jani Bulos dhe Niko Nushit, ajo oficina. Sheshi Fitoria u kompletua nga pjesa e Veriut me Harkun ose me Partizanin dhe shumë njerëz dhe sot i referohen të vjetrës. Prapa shtëpive të Mitrushit, që janë dhe sot, janë shtëpitë e Xhegajve, e Liç Xhegës, që ka dhe një datë aty, viti 1936, e ka të fiksuar atje, mos u gabosh atë data. 34 është një nga ndërtesat e ndër më të vjetrat, dhe që them se do të mbetet edhe për shumë kohë, do t'i rezistoj kohrave, sepse urbanizimi i shpejt... Ja, atë po e paraqisim në kamerën. Tash ja kamera pikërisht na tregon shtëpinë e Xhegajve. Që sikur është quajtur më vonë dhe gjykata e vjetër. Pasi aty u vendos. Ajo ka qenë disa... Ka qenë gjykata, ka qenë komiteti rinis, në që si që quajtin në atë kohë. Ka patur disa emërtime në shumë. Atëre, erdhëm tek një nga tregtarët e njohur të viteve 30. Mund të spostojemi përsëri në kohë i lirë për të na dhënë ti si historian fillimet e zhvillimit të kapitalizmit të ndërprerë në Shqipëri për të rikthyer në vitet 90 me tranzicionin, cilit ishin këto, unë po e quaj në thonjza, po ndashë nuk o, cilit ka qenë këto familje të mëdha që ishin bazë e zhvillimit të atëhershëm të qytetit të Fierit. Ne kemi një informacion të bollshëm sot për një pjesë të familjeve të mëdha tregtare, sepse Fieri si qytet u bën në konflikt, u nisi si sipërmarrje private. Dhe ishte sipërmarrje e vrionasve, të cilët pavarësisht se origjinën e tyre e kishin nga sipërfaqësues të klasës feudale turke, por pas vitet 1964 ata u shndërruan në sipërmarrës, në kapitalist, po përdorim termin e sotëm, në biznesmen. Dhe kërkuan që monopolin e këtij biznesi që ata kishin në Fier, sepse pjesën më të madhe të ndërtesave që kishin, të magazinave, të ndërtesave që kishin dhënë me qera për tregti, për shërbime të ndryshme, ata merrin një qera goxha të mirë prej tyre, pra jetonin dhe si rentier, por kishin dhe aktivitete ekonomike. Ata kishin portin e famshëm të Semanit, që funksionoi në vitet 1880-1939. Dhe kishin dhe aktivitete, kishin mollinj bloje, kishin tregun,
Këtë monopol Vrionasit u munduan të harronin edhe me forcë, por diku në vitet 1920 ata nuk mundën dot që ta harronin për arsye sepse borgjezia zejtare, tregtare dhe më vonë industriale në Fier akumuloi në dorë e saj kapitale shumë të mëdha dhe ata nuk mund ta ndalnin dot të zhvillimin ekonomik nëpërmjet të cilin e kishin ruajtur nëpërmjet monopolit të pushtetit. Pas rënies së pushtetit perandorisë osmane, të pushtimeve të huaja dhe atij austriak i zgjati më shumë gjatë viteve të luftës së dytë të parë botërore, në vitet 20 pasaj shndërrimet politike dhe goditja që vetë mbreti Zogi bëri familjeve të bejlerëve ose familjeve të fisnikëris për mos i patur oponencë dhe kundërshtar potenciale dhe mundshëm politik, bëri që borgjezia zejtare, tregtare dhe industriale në Fier të zhvillonte me kapitalet e saj aktivitetet e veta dhe të zhvillonte urbanizimi. Pra Fieri ka lindur si rezultat i iniciativës së kapitalit privat. Kjo iniciativë pastaj u ndërprer në mënyrë të dukshme në vitin 1945, ku po të krahasoj me listën e fundit të dhomës së tregtisë Fierit që ne kemi disponojmë, ato të vitit 1939, 38, ku Fieri kishte 306 zejtar, tregtar dhe industrialist, ku në Fier kishte fabrika mielli, në Fier kishte fabrika vaj, në Fier kishte njësi të mëdha shërbimi, në Fier kishte magazina të mëdha që zhvillonin tregti, ku në Fier qarkullonin mbi 10 monedha të huaja, përfshirë edhe dollarët, dhe që këmbeshin lirshëm në operacionet tregtare. Ky proces u ndërprer dhunshëm në vitin 1945, ku nga e gjithë kjo listë, kapitalit të madh dhe të mesëm ju sekuestruan fabrikat, ju sekuestruan magazinat, sipërmarrjet dhe u vendosën tatimet e jashtëzakonshme të luftës. Këtu ndërprer urbanizimi i Fierit nga iniciativa private dhe vazhdoi urbanizimi i komanduar 1945, 1990 dhe një pjesë e madhe e godinave që ne kemi këtu janë të periudhës së sistemit komunist. Godina që Fieri e ka thyrë pak shablonizmin në tre godinat kryesore që ndodhen këtu, por edhe në pallatet që arkitektët patën pak mundësi që të zhvillonin një urbanistik krejt origjinale. Më vonë pastaj në vitet 1992 dhe në vazhdim filloi një urbanizim i ri, një urbanizim që deri diku vitet e para ishte i pakontrolluar dhe që ka lënë pasoja shumë të rënda në urbanistikën, në zhvillimet urbanistike të qytetit ton, por që më vonë Tashme është plani rregullues me evolimin e kohës dhe me formulimin e planit rregullues, gjithçka shpresojmë që të marrë formë të plot, por një pjesë e madhe e identitetit të qytetit tonë të vjetër nuk është ruajtur dhe siç e përmendëm dhe më parë, ju përmendët shtëpinë e Xegës. Mund të përmendim dhe shtëpi të tjera, por pjesa më e madhe tyre sot nuk ekzistojnë. Ky është një fenomen që përfitoj nga rasti zoti Maku, megjithëse zoti Iliri theksoi këtu që shumë gjëra ne na mungojnë sot janë prishur, përfitoj nga rasti cili nga qytetarët që disponon në një fotografi të viteve 50, 30, 60, qoftë ndonjë shtëpi banimi, qoftë ndonjë rrugë të Fierit, ju lutemi na sjellin në televizionin ton që t'i kopjojmë, të mbajmë një kopjo edhe për të pasuruar arkivin ton, që në të ardhmen mund të jenë të vlefshme për të ndërtuar emisione të ndryshme që kemi. Edhe njëri bëj apel qytetarëve, kush disponon fotografi të tilla të na i sjellin. Atëherë shpresojmë që të na dëgjojnë në të mirë të qytetit ton. Unë do të doja për secilin nga ju bashkëbiseduesit, së pari i nderuar Agron, diçka për arsimin e viteve 30, çfarë shkollash kishin, çfarë lloj arsimi kishim qytetin e Fierit? Në vitet 30, me sa mbaj mendun pas viteve 44, që u trashëguan nga vitet 30,
Ne në atë kohë kemi patur 4 shkolla 7 vjeçare, që në vitet 30 ato ishin shkolla unike, që ishin se ishin 6 vjeçare. Më vonë 44 në ato 45 në ato që u kthyen në formë arsimore. 46 u bën 7 vjeçare. U krijuan shkolla 7 vjeçare. U quhet arsimi unik. Arsimi unik. Kanë qenë 4 shkolla. Shkolla numri 1 ka qenë të ura me shkallë, e ndërtuar prej kartoni. Ka qenë shkolla numri 2 kur sot është shkolla e muzikës. Ajo ka qenë një shkolla e artit. Ka qenë një shkollë e ndërtuar, e vetme ka qenë ndërtuar me tulla. Një dy kaçë që më vonë u dëmtua nga rënia e intermedit viteve 60. Ka qenë shkolla numri 3 te Naim Frashëri dhe kjo e bërë me kartona. Kto ishin 3 shkolla 7 vjeçare. Kemi patur dhe 2 shkolla fillore. Shkolla numri 4 që ka qenë ku është stadiumi i lojnave me dorë diku aty larg, ka qenë një si formë kodre ngritur. Ishe shkollë fillore me 4 klasë. Ka qenë dhe një shkolla numri 5 që u adoptua, ka qenë shtëpitë e Kolgjinit që i thoshim ne, u kthyen në një shkollë fillore. Këto kanë qenë shkollat në vitet e para të çlirimit në vendin tonë. Më vonë, në vitet 55-56, u ndërtua shkolla që sot ka emrin Andon Zoza. Kjo u quhet shkollë modelore, sepse në krahasim me shkollat e tjera, kjo ishte më solide, më e pajisur me mjete didaktike, kishte një kërkesave të kohës. Sipas kërkesave të kohës. Prandaj quhet shkolla numri 6 ose shkolla modelore. Pastaj e dim jeturinë, zhvillim tash. Jo, do të rikthehemi kësaj teme se është me shumë interes dhe i nderuar Ilir, nga elementet e parë të kapitalizmit ti preke fillimin e urbanizimit të qytetit të viteve 20-30. Që përfytyrim do të kenë sot brezi i ri, edhe madje edhe brezi i mesëm, çfarë ndërtohesh? Domethënë si ecte jeta në zhvillim, sepse edhe lagjet po shtoheshin, pra ne do të vime fillimisht në lagjet, që kishin këto lagje bazë, po si ndërtohej atëre, si banonte qytetari i varfër i mesëm ose edhe qytetarët e pasur të cilët përbenin pjesë ndërmuese nga shtresa tregtare. Po shtresa e lartë ndërton dhe po themi shtresa më e pasur, tregtarët dhe industrialistët ndërtonin, kanë ndërtuar vila. Për shembull, lagja Liri që lindi në vitin 1920, konkretisht në vitin 1924, kishte ndërtesa 1 katëshe dhe 2 katëshe. Lagja që quhej lagja e tregtarëve, lagja Kastriot që lindi në vitet 30, ajo dhe sot ruan shumë ndërtesa 2 katëshe me arkitekturën e atyre viteve dhe me stilin arkitektonik të atyre viteve, por dhe me hapësirën, interierin, sipas kërkesave dhe komoditeteve të kohës. Shtresa e mesme i ndërtonte shtëpitë 1 katëshe, në Fier ka qenë shumë i përhapur modeli Elbasan, që shtëpia ishte thjesht me 1 ose me 2 shkallë, përdhese përgjithsisht, me një korridor ose hayat dhe me 2 dhoma të thjeshta dhe me ambiente ndihmëse siç ka qenë kuzhina. Ndërsa shtresa më e varfër pastaj ndërtonte sipas kërkesave, siç i lejoni kërkesat e mundësitë e kohës. Mundësitë ekonomike, si e lejon është ndërtuar edhe sipas modelit myzeqes, me kallama, me balt. Me balt të përpunuar, me trar, ose me 4 furka që quheshin, dhe me çatime me tjegulla, çatime rres. Tavani me res dhe me çati. Kjo ka qenë më përhapur, ishte më thjesht dhe ishte më praktike për ta ndërtuar dhe më thjesht. Ilir, ne folëm për ndërtimin, po duhesh toka. Një qytetar i vendali, ose një i ardhës i qyteti po rritej, ku do ta gjente tokën dhe si mund ta posedonte një truall? Toka ishte përgjithsisht e vrionëve. Pjesa perëndimore e Fierit ose Fieri siç quhej bregu perëndimor i Gjanicës.
ndërsa pjesën më të madhe në lindje kishin Resulajt dhe një pjesë Vrionasit. Unë kam lexuar të paktën, siç jam referuar, dëshmive të doktor Jakov Miles, i cili thekson që ne pagonim të 10-ën e oborrit. Pra shtëpia ishte e pronarit, por trulli, do të thonë shtëpia ishte e familjarit pronar, ndërsa toka ishte e pronarit Vrionas ose Resulaj, ose pronarëve të tjerë më të vegjël të cilët i kishin bler këto toka dhe që dalin në dokumentat e vjetra të Fierit. Pra për oborrin dhe për trullin ku ishte ndërtuar shtëpia pagoi çdo vit 1/10 e taksa e të 10-s. Që i thoshin vergjia e shtëpisë? Vergjia e shtëpisë. Ajo është vergjia e shtëpisë. Lloj takse apo? Por kjo gjë në vitet 30 shumë qytetar, kur në vitin 1930 mbreti Zog vendosi të thyente forcën e grupit të bejlerëve që kishte një oponent brenda parlamentit dhe nisi reformën agrare, bejlerët bën shitje fiktive. Dhe një pjesë e kaluan si prik tek vajzat e tyre që kjo sasi toke të mos konfiskoj, por bëj fjalë për tokë bujësore. Por meqense shteti, si gjithmonë në Shqipëri, ka pas një ndikim shumë të madh tek gjyqësori, shumë qytetarë të Fierit me gjyq i fituan si prona, pra shteti ja sekuestroi pronarit të madh, që nuk mund ta lejonte këtë pronë që ai të mos, dhe e detyroi që shteti nëpërmjet shtetit si rregullator ky qytetar t'ia blinte këtë tokë pronarit. Dhe shumë qytetarë të Fierit u bën njëkohësisht edhe pronar të trojeve ku kishin shtëpitë e tyre. Kjo ka ndodhur në vitet 1930. Për shembull, zoti Hysén Emiri tek libri i tij historiku i Fierit ka një pikë të veçantë që i referohet konfliktit që kanë pasur shumë familje fierake me pronarët e tokave. Pra ishte shteti që e rregulloi këtë gjë. Dhe që vazhdon të ketë konflikte akoma me pronarët e tokave dhe sot e kësaj lidhje. Unë them se ky problem mund të zgjidhet shumë thjesht. Ka konflikte, por një pjesë e madhe ka qytetarë që kanë shumë të drejtë, por ka dhe njerëz të tjerë që pretendojnë. Kjo zgjidhet shumë thjesht. Shteti e zotëron dhe sot dokumentacionin. Fare mirë nëpërmjet Bashkisë së Fierit, nëpërmjet një projekti të veçantë, nxirren në arkivin e shtetit, mund nxirren që nga dokumentat turke të viteve 1900 dhe mund të dalin pronarët, por nxirren edhe dokumentat të viteve 20-30 të plan vendosjes së pronave në Fier, gjatë të cilat mund të na jepnin një informacion dhe të kompletonin shumë drithie nga historia e këtij qyteti. Atëre dhe e fundit, Agrone kishe me ty, mbase ti njëkohësisht që ke qenë një nga artistët e parë të këtij qyteti, me grupin e vallëve dhe besoj ke qenë më afër këngës qytetare fierake. Ndërkaq që në Fier ka qenë një këngëtar i madh, Kiu Pora. Më pas në vitet që njohëm, së paku ne të dy dhe një prezi ynë, doli këngëtari i shquar Timo Lule, dhe para se ti të na flasësh, unë do të dëshiroja, me që ai ka botuar dhe një libër për jetën e vet, t'i bënim një homazh të këngëtarit të madh që sot ndodhet jashtë shtetit dhe nuk e kemi, që të pranisim bashkë bisedonim me te. Atëre për kënaqësinë e teleshikuesit, le ta japim këtë këngë.
se do të mbaj fort në krahët e mia. Mor bandila. Tashti, kënga qytetare fjerake, si duhet ta konceptojmë, si e mendon ti, në cilat tradita, nga cilat shtjella të viteve na vjen? Kënga qytetare fjerake, me sa kam dëgjuar, sa kam lexuar në për të, është një këngë e kënduar shumë herët në qytetin e Fierit. Një nga ata që ka kënduar me pasion këngën fjerake, me dashuri këngën fjerake. Ka qenë nderuar Kju Porua. Ne kemi patur të paktën në moshën time kur unë isha rreth 10 vjeç, dëgjoja nga radio lokale e Fierit këngë të kënduara nga i nderuari Kju Porua. Ishin disa këngë të ngjëzuara në pllaka, që ato i vinte Fuat Boçi. Edhe nuk e di sot se ku ndodhen ato këngë. Sapo më ka thënë para disa ditësh, Josif Pelari, presidenti i Radio Fierit, sepse ka mundur të grumulloj 7 këngë të ruajtura, do të thosha mirë, të këtij këngëtari të madh. Ato janë në audio, në vesh, edhe nuk kemi mundësi që ne të riprodhojmë edhe portretin e, por neve po hidhemi nga Timo Lulja, kemi gjithashtu grupin e këngës qytetare fjerake, që njihet me emrin e Jani Tasis, po është një katërshe e mrekullueshme. Gjithashtu le t'i përshëndesim dhe këta bilbila të këngës qytetare fjerake me këngën që ata kanë kënduar vetë, një nga këngët e tyre më të fundit. Miris me lavete tua, nishani kia me di. Miris me lavete tua, nishani kia me di. Si suljet një mik për mua, i mirë u qesh në mes të deti. Si suljet një mik për mua, i mirë u qesh në mes të deti. Baqen me borzilo, zemra mu trothë si zor. Në baqen me borzilo, zemra mu trothë si zor. Jabe si mbajdo, i njeriu më ram dy kalor. Jabe si mbajdo, i njeriu më ram dy kalor. Çamadani lara lara, veshuro me jele. Çamadani lara lara, veshuro me jele. Si dita qurës për para, i njeriu me flet apo s'me flet. Si dita qurës për para, i njeriu me flet
shkoj rrugës duke u tundur, fustanin e gjerë me skëputur. Fali djalit më një të kutur, aman. Fali djalit më një të kutur. Jon fjerake, të karitu në nasi manare, mos i bëj moj djalit naze, aman. Kur më shkoj rrugës duke u tundur, fustanin e gjerë me skëputur. Fali djalit më një të putur, aman. Fali djalit më një të putur, aman. Fali djalit më një të putur. Më kënaqësi, zoti Mako, do të kujtoja me respekt emrin e të madhit Timo Lule. Jo vetëm që unë e kam patur mësues të muzikës, po më mbaj mend e kam njohur Timo Lulën për herë të parë në moshën 8 ose 9 vjeç, kur ai u kthye nga ansambli i ushtrisë dhe erdhi në Fier edhe mori drejtimin e korit të amatorëve të qytetit dhe krijoi një ansambël shumë të bukur me një pjesëmarrje të gjerë rreth 40-50 veta. Edhe ishte dirigent i parë i korit Fier. Përveç asaj këndonte edhe vetë këngën e bukur qytetare fierake, se ishte në traditën e familjes së Timo Lulës. Jo vetëm ka kënduar Timo, po Timo ka patur baban, Kozmain, një këngëtar shumë të mirë të këngës qytetare fierake. Ka qenë familje që këndonte këngën qytetare fierake. Timo pastaj shkëlqeu mbi babain dhe mbi xhaxhain e vet. Atëherë në vazhdim të kësaj tradite, ne përmendëm kompleksin e mrekullueshëm katërshen me në krye Jani Tasën, por kemi pasur edhe një këngëtare të shquar Lefteri Sillon, kemi pasur Sofika Hodon.